partia fituese, po supozoj vetë vendosja, mundet me bo qeverin vetë, nuk do me marrë kërkon në koalicion, s'ka vullnet, edhe hajde tash ta zgjedhin presidentin, prap mu kthy mrapa tash, kur e ki pas një far idejet një presidenti që është dushquje konsensual jashtë partijake tjera, për mu është, shme thonë, humbje kohë edhe është një far pa përgjithësie totale. Prap na po paragjykojmë, prap po hamendësojmë, nuk e dim se do tjetë rezultati, absolutisht, po logjika është ndoshta se duhet më mri kompromis, për shkak se nuk ka kështu çështje se madje për mu është shumë më pak e rëndësishme shka po hupim partitë politike, shka po hupet vendosja LDK-ja, PDK-ja, absolutisht. Jemi ka hupim si shtet, Ermal, jemi ka hupim si shtet kuptimin edhe në raport me marrëdhënie që i kemë me BE-n, e patëm vizitën e Kostas edhe na tha qartë se ku është puna, edhe në raport me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, pra jemi të hup në shtet ndërtim, në kuptimin se qysh e shohim këtë shtet me qu tutje, jemi të rreziku prap me up edhe miliona tjerë prej BE-s që do të duhet të na takonin sipas planit të rritjes. Domethënë, jemi të folë për gjëra praktike, të cilat politika po përgjithshme mund të mshoj shqelm edhe thjesht të njek ato idet e veta që shpeshherë janë që shme thonë të rrezikshme në kuptimin e asaj që ai dosht me bo sinqerisht. Unë mendoj që edhe këto zgjedhje kanë qenë fare të parëndësishme, absolutisht, s'kem pas nevojë, për shkak se kanë qenë numrat kushtimisht me thonë, me një kompromis që mu zgjidh çështja presidentes edhe mu zgjedh krejt drejtues të institucioneve. Por nuk kanë dashur partitë politike, edhe përbes qytetarët tash me i vujt pasojat sepse partitë politike vazhdimisht nuk dojnë me mri kompromis, edhe dojnë me lujt bingo, hajtë provoj, mos po bjen kë, mos po rrit na unë, është shumë problematike. I merë sot Marco Rubio e ka pas një deklarat, senatori Selfi, cili ka qenë në Kosovë, i bëri kërkesë që të ndikoj tek vendet mos njohësit pavarësisë Kosovës që në antarët NATO-s, që të ndihmojnë në antarësimin e Kosovës, a i ke i prerë. Hajde regjia. Nuk mund të flasë për zgjerimin e NATO. Ja kom që vedën, i shkon mirë me vedën se këj njeri ka full. Ja u dërgova si vedo. Nuk mund të flasë për zgjerimin e NATO-s. Duhet të jemi sinqert me ju. Dhe bazuar në takimit e mia të fundit me ministrat e jashtëm. Ajo që kam parë aktualisht nëse flasim në terma të përgjithshëm, NATO-ja është e fokusuar në disa gjëra të tjera që u ngritën sot këtu. Dhe zgjerimi veçanërisht në rastin e Kosovës, por edhe tema të tjera nuk janë gjëja kryesore e agjendës këtyre vendeve. Por kjo nuk do të thotë se nuk do të ndodhë kur. Sekretari Amerikan i Shtetit Marco Rubio. Nuk o lajmë se nuk është në agjendë. Ideja është se sa na jemi të vullnetshëm si shtet për me qup tutje me hy në agjendë. Se na kemi pa edhe raste edhe në të antarësimit BE dhe NATO shpeshherë që s'kanë qenë fare në agjendë, po për arsye gjeopolitike dhe sigurisë janë përfshi. Do më thonë, kjo nuk do më thonë që thjesht na kemi me metë pa hy NATO ku dhju në një periudhë shumë gjatë, qysh nuk do me thonë që prapë po thomë nuk kam u zvarrit kjo çështje. Ideja është si çka po tregojmë na me këto lojnat shumë tulta politike në kuptimin e mungesës se një stabilitet institucional. Qysh dënë me amush me anën të vendeve antarët NATO-s kur ti çdo 6 muaj shkon zgjedhje. Qysh? Ti je totalisht jo serioz në sytë e tyne. Absolutisht.